mirë se keni ardhur. I nderuar Zoti Ministër, të nderuar drejtues të programit të CITAP, të nderuar pjesëmarrës. I mbledhur sot në fillimin e trajnimit të studentëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, të cilët për 3 javë do të shkojnë në kurs intensiv mbi nivelin e parë të aftësive të tyre. Ky cikël trajnimës, i cili do të jetë vazhdues, u bëj mundur pas një analize vlerësimi të nevojave nga programi CITAP, në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore dhe Policinë e Shtetit, me qëllim krijimin e një standardi të ri dhe unifikues për specialistët vastë të ndihmës juridike. Ky trajnim është në bazën e proceseve reformuese që po kalon Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, me asistencën e byrëve të partnerëve tanë, programit të CITAP, të cilët kanë dhënë ndihmën dhe kontributin e caktuar, duke filluar që nga përmirësimet legjislative, rritjen e kapaciteteve teknologjike e strukturore dhe më së shumti rritjen e kapaciteteve profesionale. Si çdo trajnim tjetër, ky modul do të shërbejë punonjësve të agjencisë për rritjen e njohurive dhe aftësimit profesional në fushën procedurale penale. Falenderoj me mirënjohje programin e CITAP për mbështetjen që i jep Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Falenderojmë Zotin Ministër për mbështetjen e papërshtyr dhe udhëtimin për rritjen e standardit të kësaj agjencie në funksion të pritshmërive të qytetarëve dhe Shqipërisë 2013. Faleminderit. Fjala për ju, Zotin Ministër. Faleminderit gjithëve. I nderuar Zoti Lizi, i nderuar Zoti Sulejmani. Në fakt është një kënaqësi për mua të ndodhem këtu në këtë vijim të një ceremonie të hapjes së kursit për hekimet kriminale. Ky trajnim vjen një kohë shumë të rëndësishme për zhvillimin dhe formimin e kapaciteteve të strukturave të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore në tërësinë e forcimit dhe konsolidimit të institucioneve shqiptare. Moduli i standardizuar tashmë i hartuar nga specialistët më të mirë të CITAP, i cili në miratim me prokurorin e përgjithshëm do të jetë një udhërrëfys shumë i qartë për veprimet procedurale të punonjësve të AMP-s të 3 roleve, por edhe të punonjësve të Policisë Shtetit. E vlerësoj këtë iniciativë të domosdoshme, jo vetëm se synon të përmirësoj aftësitë tona në fushën e sigurisë, por edhe është një shenjë shumë e fortë e angazhimit të vazhdueshëm të CITAP dhe ekspertëve të tij për të mbështetur Shqipërinë në përpjekjet e saj për forcimin e institucioneve ligzbatuese. Jam i bindur se ky trajnim ofron një mundësi dhe një perspektivë shumë të madhe për të gjithë punonjësit e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, po ashtu është dhe një pjesë e pandashme për të përmirësuar dhe ka përcyer çdo vështirësi duke rritur kapacitetet e aftësive të kësaj agjencie në fushat e drejtimit përkatës për të kontribuar për një sistem më të fortë të rendit dhe ligjit. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore do të ketë mbështetjen time më të fortë, duke rritur e forcuar më tej hetimet proaktive në luftë kundër korrupsionit në radhë të Policisë Shtetit. Gjej rastin të falenderoj personalisht misionin e CITAP dhe 2 ekspertët të cilët kanë hartuar me një angazhim maksimal dhe arritën të përcjellin njohuritë e tyre për këtë modul trajnimi. Duke i uruar suksese në këtë përvojë, i uroj gjithë pjesëmarrësve ta shijojnë këtë modul duke u shkëputur sa të pak nga puna e përditshme. Faleminderit. Faleminderit Zoti Ministër. Ftojmë Zotin Richard Disi, drejtori i programit të CITAP në Republikën e Shqipërisë, për të mbajtur fjalën e tij përshëndetse. Zoti Ministër, përshëndetje. Faleminderit. Përshëndetje, faleminderit. Ministër Hoxha, Sulejmani,
Drejtori Përgjithshëm colleagues of the Sulemani, Police Oversight Agency, my colleagues, the WSITAP, good morning. I bring you greetings from the United States Embassy and the Department of Justice this morning. Ministër Hoxha, Drejtori Përgjithshëm Sulemani, kolegë nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, kolegët e mi nga ICTAP-i, ju përshëndes sot të mëngjes. I would like to thank the Minister, the Police Oversight Agency, and the Director General for once again partnering with ICTAP on this upcoming training over the next 3 months. Do doja të falenderoj Ministrin dhe Drejtorin në Përgjithshëm që bën partneritet edhe një herë me ICTAP-in për këtë trajnim në 3 muaj në vit. As the attaché for ICTAP and representative for the Department of Justice, it is our high honor to partner with the Ministry of Interior and the Police Oversight Agency. Si atashe për ICTAP-in dhe profesorët e Departamentit të Drejtësisë, ne kemi nder që të bëjmë partneritet me ICTAP-in, me Ministrinë e Brendshme dhe me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore. Just over a month ago, I had the honor to meet with the Minister, and we talked about professional development and training. Para një muaj pata nderin të takohesha me Ministrin dhe folëm për zhvillimin profesional dhe trajnimin. As a priority for the ministry. Gjë që është prioritet për ministrin. And this is a result of this conversation that we had just over a month ago. Dhe ky trajnim është rezultati I bisedës që bëm para një muaji. The training that you receive comes from a training assessment that was conducted in 2022. Trajnimi që do bëni vjen si rezultat I një vlerësimi për nevojat e trajnimit që u bë në 2022. Over the last 2 years, we developed this training, crime investigations, standardization training with experts. Dhe në 2 vitet e fundit e hartuam këtë trajnim, standardizimin, trajnim për standardizimin e hetimeve me ekspertët tanë. With the goal of ensuring that we have standardization training in alignment with your Constitution and the laws. Me qëllimin që të kemi trajnim për standardizimet në përputhje me Kushtetutën dhe me ligjet tuaja. That reflect modern contemporary investigative training. Që do reflektojë dhe trajnimet moderne hetimore. We developed this training over the last 2 years, and it's been delivered to over 200 judicial police officers since January. Këtë trajnimin e kemi hartuar në 2 vitet e kaluar dhe që nga janari këtë trajnimet e bërë mbi 200 oficerë të policisë gjyqësore. I would like to thank the training experts in the POA that went through the training course, and thank them as they begin this course. Duhet të falenderoj dhe ekspertët e trajnimit në AMP-ja që bën kursin e trajnimit të trajnerëve dhe t'i falenderoj ndërkohë që fillojnë këtë kurs. I hope that this builds upon your skills that you have already accomplished in your profession. Dhe shpresoj që kjo t'ju ndihmoj në aftësitë që I keni fituar tashmë në profesionin tuaj. I compliment the POA for the work that they have done under the Director General's leadership over the past year. It's been very, very rewarding to be supportive of it and to watch your successes. Dhe e lavdëroj AMP-n për punën që kanë bërë në vitin e kaluar në drejtimin e drejtorit përgjithshëm dhe ka qenë kënaqësi që t'i mbështesim dhe të shohim sukseset e tyre. Not only in investigations, but in your inspections work also. Jo vetëm në hetime, por edhe në punën që keni bërë për inspektim. The work that you're doing in the polygraph program. Dhe puna që po bëni në programin e poligrafit. The work that you're doing in the anti-corruption outreach to building trust with your communities. Dhe puna që po bëni për rritjen e ndërgjegjësimit për antikorrupsionin në komunitetet tuaja. So I'm honored, Minister, that you would continue your partnership with ICTAP, and thank you for the opportunity. Dhe faleminderit për mundësinë dhe jemi të nderuar ministër që po vazhdoni partneritetin tuaj me ICTAP. I wish you all continued success. Thank you. Dhe ju uroj të gjithëve të vazhdoni me suksesin. Faleminderit.